Dikush po janë ndin erën zgjedhjeve. Janë këto partitë e komuniteteve jo shumicë në Kosovë që në prani të medjeve bën koalicion para zgjedhor. Marrëveshje bashkëpunimi për të garuar me një listë vetme bën sot Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës dhe Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës, që përfaqëson egjiptianët. Përmes firmës që vendosën dy liderët e këtyre partive, dëshirojnë që në një të ardhme të shpejt, ashkanlit dhe egjiptianët në Kosovë të përfaqësohen vetëm nga një subjekt. Më shumë të kjo marrëveshje ka qëllësinë për ato vende ku deri më tani nuk kemi pas mundësi të dominojmë edhe të kemi anëtar të asambleve komunale ku kemi një për shkak thyrjeve që zëhet po ndodhen në terren. Unë besoj sot dhe tutje që vazhdimisht në ato komuna ku nuk kemi pas mundësi ta plotësojmë kvotën nëpër komuna për anëtar të asambleve komunale, sot dhe tutje unë besoj që në një bashkëpunim me subjektin më të madh nga IRDK-ja, nga komuniteti egjiptas, se cilin sot jemi PDAK-ja, i cila është një subjekti më i madh nga komuniteti Ashkali, edhe IRDK-ja nga komuniteti egjiptas. Unë besoj sot dhe tutje do të kemi të gjithë anëtarët për asambletë komunale në një bashkëpunim, në një listë të përbashkët në ato komuna ku e shohim në ato vende të saktuara të cilët do të dalmi në zgjedhjet komunale, por edhe në çdo pikë të cilën është në interes të këtyre dy komuniteteve. Me këtë rast, përfaqësuesit egjiptian thanë se ky bashkëpunim ka për qëllim edhe luftimin e strategjisë raje. Ku këto dy komunitete padrejtisht janë hyrë në me thënë drejtën në mënyrë pa drejtë, pa pyetje të subjekteve politike, ku në atë strategji nuk mbrohen interesat e komunitetit tonë, po shpesh herë me atë strategji është mohu identiteti qofti komunitetit egjiptian, qofti komunitetit ashkali. Prandaj, ne do t'jemi një zë i fuqishëm që ta luftojmë këtë strategji dhe t'i tregojmë edhe qeverisë Kosovës, po dhe leadershipit saj se duhen pyetën komunitetet për shumë çështje me qëllim që identiteti ynë të mos në përkembet, po në të vërtetë në bazë të statistikave që u prezentuan sot nga këta lider, u tha se aktualisht në Kosovë jeton dhe vepron një numër prej 18.000 ashkanlinëve, si dhe 12.000 egjiptian.